atje, më kanë ardhur dhe na bashkja më kanë ardhur, më kanë shikuar dhe thonë qysh rokin në këtë shtëpi. Tani me 2 familje, ku nati merë, mos marë. Si ka mundësi tani? Buzliqeni jam. Se ka ndodhur? Nuk e di, s'na kanë gjetur aty, na që ikim në emigracion, punojmë do më tamë. S'firmos gjikundi. S'firmos gjikundi. Kërkoj punë s'ka, dhe puna që kërkoni do me lek. Sa persona jeton? Puna, 3 familje. Gjitikës, ku kam letrat të firmosura nga zotrinj që janë atje brenda, edhe në kanë thënë që të drejt kini për këtë problem, por do të vim përgjigja më mrapa. Se nuk shkoni ke Ministria Energjetikës? Kemi vajtur. 3 herë atje kemi vajtur, te Ministria Energjetikës. Kam vajtur te Kryeministri, ku kam takuar një Angelo Koleka. Ishte djali mirë, na priti mirë, edhe në tha që kjo punë do të marrin fund, do të zgjidhet. E kam marrë në telefon disa herë, presim përgjigje, deri sot nuk është bërë asnjë gjë. Tashti kërkojmë edhe një ndihmë. Ku mund të vemi? 7 vjet që tallet me neve. Që kemi ardhur këtu, kemi bë kërkesë, na ka thonë që do bëjmë 3 palë, vetëm gënjen, jo këtë shtumë po këtë del, asë gjë s'ka bërë. Bashkia e Gramshit. Nga cili fshat vini? Nga Zgjupa. Zgjupkodër. Edhe kemi takuar Edi Ramën këtu, kemi dalë në rrugë dhe ka thonë po e di problemin tuj, edhe nuk ka bërë asë gjë. Edhe këtu do të ishte Luljeta Dollani e para që na ka heqë na lista neve, edhe Belinda Bolluku që ka ardhur i ka tunë Çelsat ke pallati i ri atje batan, ata Çelsat e ton ku i çoi Belinda Bolluku? I futi këtu. Nuk di se çfarë të them. Kemi qenë ministri, ke spaku, këtë gjitha një këte asnjë lloj përgjigje. Çfarë ju thonë? Na thonë që po ju takon, do ta merrni. Po ku do ta marrim? Ne jemi rrugëve. Në 2011 ka rënë një tërmet edhe janë dëmtuar disa ndërtesa. Ndërtesat e fshatit janë dëmtuar të gjitha. Kanë ardhur për verifikim nga qendra administratore e komunës Sultit, i kanë vlerësuar ndërtesat të dëmtuara, është bërë lista, ka ardhur këtu në bashki, nuk dim se sa familje kanë marrë, jam interesuar në bashki për këtë problem, më thanë që janë dëmtuar 27 familje. Ato dëmtuar një lloj. Në fakt, fshati u dëmtuaj gjithë një lloj, nuk ka një më shumë e një më pak. Kur marr vesh nga të thënat e të tjerëvet që vetëm 7 familje kanë marrë lekë në dorë. Erdha këtu në bashki, më tha, jo zotëri, tha, kanë marrë familjet, 17 familje janë Që kanë marrë lekë. që janë shpërblyer për këtë problem. Emrat e të cilëve disa njihen, disa nuk njihen. Në qoftë se do t'i shikojmë ato lestra aty, janë emrat e atyre ose fytyrat e atyre që dalin në komisionet e zgjedhjeve. Ata kanë marrë. Hadi.
Më kanë ardhur dhe nga bashkia më kanë ardhur, më kanë shikuar dhe thonë qysh rokin në këtë shtëpi. Tani me 2 familje, ku nati mirë, u s'marë. Si ka mundësi tani? Buzliqeni jam. Se ka ndodhur? Nuk e di, s'na kanë gjetur aty, na që ikim në emigracion, punojmë do në tamë. S'firmos gjikundi. S'firmos gjikundi. Kërkoj punë s'ka, dhe puna që kërkoni do me lek. Sa persona jeton? Puna, 3 familje. Në 2011 ka rënë një tërmet dhe janë dëmtuar disa ndërtesa. Ndërtesat e fshatit janë dëmtuar të gjitha. Kanë ardhur për verifikim nga qendra administratore e komunës Sultit, i kanë vlerësuar ndërtesat të dëmtuara. Është bërë lista, ka ardhur këtu në bashki. Nuk dim se sa familje kanë marrë, jam interesuar në bashki për këtë problem, më thanë që janë dëmtuar 27 familje. Ato dëmtuar një lloj. Në fakt, fshati u dëmtuaj gjithë një lloj, nuk ka një më shumë e një më pak. Kur marrë vesh nga të thënat e të tjerëve që vetëm 9 familje, vetëm 7 familje kanë marrë lekë në dorë. Erdha këtu në bashki, më tha, jo zotëri, tha, kanë marrë familjet, 17 familje Që kanë marrë lekë. që janë shpërblyer për këtë problem. Emrat e të cilëve disa njihen, disa nuk njihen. Në qoftë se do t'i shikojmë ato lestra aty, janë emrat e atyre ose fytyrat atyre që dalin në komisionet e zgjedhjeve. Ata kanë marrë.